Pelegrinët e parë mboritën mëngjesin e kësaj të dielën në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe në Rom për të kryer homazhet e varri i Papa Franceskut, pasi ish kreu i Vatikanit u varros të shtunën në një ceremoni madhështore ku morën pjesë lider botëror dhe besimtar të shumt. Pllaka e gurit me shënimin Franciscus ndriçohet nga një projektor që nxjerr në pa edhe një kryq të vogël të vendosur në murin sipër varrit. Vizitorët, disa prej të cilëve mbanin ruzare në duar, shprehen respektin e tyre për Papa Franceskun. Ne donim të ndalonim për të kujtuar pontifikatin e këtij pape, i cili ishte kaq i rëndësishëm për Kishën dhe gjithashtu për secilin prej nesh individualisht në rrugën drejt një afërsie më të madhe me Krishtin dhe me njerëzimin. Papa Francesku prehet në bazilikën që ai e vizitoi më shumë se 100 herë gjatë papatit të tij, shpesh para dhe pas udhëtimeve ndërkombëtare, për të lutur para ikonës së lashtë të Marisë, Salus Populi Romani. Bazilika ndodhet pranë Koloseut, një hap larg stacionit qendror Termini, pafundësisht i zhurmshëm dhe kaotik i qytetit, larg Vatikanit ku tradicionalisht varrosen papët. Një ditë më parë, kardinali që drejtoi meshën për kreun e Vatikanit theksoi se Papa Francesku i kishte kërkuar vazhdimisht botës të ndërtonte ura dhe jo mure.